Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi se me 12 mars 2025 ka marrë informacion mbi një ndërhyrje të palishme në adresën e emailëve të disa prokurorëve të posaçëm, por pa prekur sistemin e përgjithshëm të IT-së të institucionit. Pjesëmarrësit në këtë akt kriminal arritën të merrin disa informacione, por nuk mundën të siguronin akses në dosjet hetimore. Ndërkohë, ata u përpoqën të ndërhynin edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme Altin Dumani, por pa sukses. Pas hetimeve intensive, me përfshirjen e byrosë së hetimit dhe sektorit të ekspertizës janë identifikuar dhe arrestuar 2 individ, njëri që ka realizuar ndërhyrje në email dhe tjetri që ka shpërndarë informacion tek persona të tjerë. Po ashtu janë sekuestruar pajisjet e përdorura në këtë akt dhe skedarët e shkarkuar. Prokurori i çështjes ka urdhëruar që informacionet e marra të mos publikohen për të ruajtur sekretin hetimor. Hetimi i brendshëm administrativ ka konfirmuar se sistemi i përgjithshëm i IT-së së SPAK-ut ka mbetur i pacënuar dhe janë marrë masa shtesë për forcimin e protokolleve mbrojtës. Deri tani nuk ka prova që sugjerojnë se të arrestuarit kanë bashkëpunuar me personel të brendshëm të SPAK-ut. Hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ka patur një grup të strukturuar kriminal të përfshirë në këtë akt.